Këshilli i Qarkut Korç në bashkëpunim me Misionin Emanuel do të organizojnë këtë të premte ankantin e produkteve artizanale të realizuara nga të moshuarit e qendrave komunitare Epoka e Artë, një aktivitet me fokus solidaritetin dhe mbështetjen sociale për moshën e tretë. Ankanti synon që përmes punimeve artizanale të krijuara nga vetë të moshuarit të siguroj të ardhura që do të rikthehen në shërbim të qendrave komunitare dhe përmirësimit të mirëqenies së tyre. Këshilli i Qarkut është i angazhuar në projekte sociale dhe një nga këto projekte sociale është dhe kujdesi për moshën e tretë. Kjo i shtrirë edhe në qendër ditore, por edhe në pranë banesave të kësaj kategorie dhe të gjithë këta pjesëtarë të kësaj kategorie gjatë këtij viti kanë kryer punime të ndryshme, të cilat kanë të bëjnë si me punime dore, piktura dhe deri në ushqimet, të cilat ata do t'i pasqyrojnë apo do t'i ekspozojnë dhe atje do të kryhet edhe një ankant në lidhje me këto produkte, e cila është një gjë mjaft e rëndësishme, besoj jo vetëm për të shtresë, por dhe për gjithë rajonin, duke sjellë qasjen e Këshillit të Qarkut, qasjen sociale, jo vetëm ndaj kësaj kategorie, por ndaj gjithë shtresave në nevojë. Me moton vlerë artizanale, mision komunitar, aktiviteti synon të sjellë në vëmendje rëndësinë e ruajtjes së traditës, por edhe domosdoshmërinë për të qenë pranë të moshuarve, duke i mbështetur ata jo vetëm ekonomikisht, por edhe emocionalisht.